Ai I cili do të bëjë një të mirë, qoftë edhe sa grimca e vogël. Sa grimca e vogël, grimca më e vogël që nuk duket me sy. Aq qoftë e mira ka për ta gjetë përpara Allahut xhaleshanu në ditën e gjykimit. Vëllezërit e mi dhe motra muslimane, në raportet tona, përpara se t'i ndërtojmë me njerëzit dhe me krijesat e Allahut, ne I ndërtojmë ato me Zotin xhaleshanu. Pra, kur bën një vepër të mirë, ti e bën për Allah dhe e bën që ta di Zoti, nuk e bën që ta din njerëzit ose krijesat e Zotit. Qoftë edhe vetë përfituesi më I parë prej tyre pra. Ne e bëjmë për Allahun xhaleshanu. Kur falesh, falesh për Zotin. Kur agjeron, kur ndihmon dikë, kur ruhesh nga një mëkat ose nga një e keqe, e bën për Allahun xhaleshanu. Po e pam raportin me Allahun xhaleshanu të këtill, pra në këtë lloj niveli, pasha Allahun kemi për të fituar edhe dynjan edhe ahiretin. E ruaju Zot, na ruajt Allahu xhaleshanu, ruaju nga dënimi Allahu xhaleshanu, që të jemi me dy standarde. Ndryshe hiqemi në sytë e njerëzve dhe në faqet e njerëzve, dhe në dijen e Allahu xhaleshanu dhe në shikimin e Allahu xhaleshanu, të jemi diçka tjetër, Zoti na ruajt.